Kalojmë ke Trumpi, Trumpi do me thënë, në saja që ka mbledhur këto shpikje të gjitha, kur ka qenë Kennedy në pushtet, Kennedy ka lënë dikujt akses që t'i studion të këto shpikje. Në SAS, përfshirë këtu dhe dokumentat e Teslës edhe për shumë eksperimente që ai ka lënë për gjysëm. Dhe ky personi, rastësisht ka qenë babai i krijuesit të WikiLeaks. Babai Julian Assange. WikiLeaks është ai që krijoi atë website-in që nxori gjithë këto komunikime të ambasadave, nxori llogarit offshore që nxori dhe Ramën me 800 milionë euro rastësisht, po që ne nuk e besojmë se Rama është zotni, nuk ka mundësi Rama të ketë. Çfarë thotë ne Rama? Po, jo, tom ksha zemër. Po, më kemi ca ligje, ca prona për kompensim. Po, qartë. Edhe ky ishte Julian Assange, po për te kësaj babai Julian Assange ishte dhe xhaxhai Trumpit. Do me thënë, xhaxhai Trumpit ka pasur akses, ka qenë një fizikant shumë i mirë, jo mund të bëni search, do me thënë na ndihmoni, na komentoni po. Komentator këtu që është besnik i kanalit. Po. Dhe ju të tjerët që s'keni bërë subscribe, s'ka problem. Po, bëni subscribe se ka gjëra interesante dhe shpërndajeni live-in, se atë po bëjnë ndërkohë që po flet CLD, shpërndajeni live-in se ka gjëra shumë interesante sapo i kemi nis. Vetëm njerëz serioz, se na dëmtoni algoritmin. Tamam, njerëz serioz që kanë realisht kanë interes për dëgjuar dhe janë mendje hapur në kuptimin që të arrin ta kuptojnë këtë djalë, se shumë nuk e kuptuan në daljen e parë dhe pastaj mbrapa u kthjelluan kur e dëgjuan mirë thanë po tjerë se është xhaxhai Trumpit, domethënë ka studiuar dosjet e NSA-s, përfshirë këtu dhe dokumentat e Nikola Teslës. Do me thënë që gjak këtu Trumpi niset keq fare me teknologji. Që sondon mjetet më të forta teknologjike, shpiket më të mëdha, ka shumë informacion të madh në këtë sektor, domethënë. Përfshirë deri në spekulime që mund të ketë edhe makinën e kohës. Do me thënë, teknikisht Trumpi mund të lozi... E prekëm live një atë ditë makinën e kohës, e diskutum jashtë. Po, deri te makina e kohës. Se është vërteta, pleksim ke shokum atë që ke thonë. Po, ke foto të vajzës së Trumpit të një orë e madhe, plus që është një libër që është në Amerikë, është shkruar në vitin 1700 e ca. Baron the Time Traveler. Do me thënë Baron the Time Traveler. Baron quhet djali i Trumpit. Po. Është libër i shkruar në 1700-ën, në 1800-ën. Dhe Baroni kishte një këshilltar që ndihmonte në Don. Këshilltari i tij që ndihmonte në udhëtimet në kohë ishte Don, ishte xhaxhai i Trumpit, që dhe ai mund të ketë hyrë në këto, domethënë. Plus Dr. G. Trump, Dr. John G. Trump. John G. Trump, po pra, konfirmoj, faleminderit. Tani jemi këtu. Por ke makina e kohës, ke orë. Përveç kësaj, Trumpi ka një njeri me vete që është Vincent Fushka. Vincent Fushka dhe ai djali që na tha për atë G. Trumpin ta kontrolloi Vincent Fushka. Vincent Fushka është një njeri që e ka shoqëruar Trumpin në të gjitha fushatat e veta. Dhe Vincent Fushka ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme me John Kennedy. John Kennedy është djali i Kennedyt. Si e ka pasur tani, mund të ngatrojmë çikun. I Kennedy që u vra, duke e ditur që armiqtë e Aleksit vran Kennedyn e madh. Këta do ta hiqnin qafë edhe Kennedyn e vogël. Ata që flet Aleksit tërkohës, audienca e di tani që mos bëjmë po të njëjtën gjë, po. Tani po shohim një kënd tjetër po, e qartë. Meqense nuk e bëm bashkë atë gjën, po e bëjmë veç. Po i dalim skeç Aleksit. Po themi anën tjetër të medaljes. Aleksi flet për ata që vran ata, ne po flasim për ata që kanë vrarë ata. Flet për të keqen, po ne sot do sjellim në vëmendje kampin që lufton kundër të keqes. Po. Edhe këta tani janë pjesë e një kampi që quhet Q Anonymous. Q Anonymous, Q-ja dhe Anonymous. Dhe është grupi që këta domethënë luftojnë me këtë të keqe që Aleksi domethënë i ka shpalosur të gjitha detajet. E kuptoni, dim të gjitha çfarë bëjnë këta, si bëjnë, si na ndihmojnë të gjitha. Q Anonymous me Vincent Fushkën, thuaj atij djalit, hetojnë që Vincent Fushka është
tërkohës gjithmonë ka qenë pas Trumpit dhe kur u ka gjujt Trumpi që është goditur në vesh, Vincent Fushka nuk ka lëvizur as 1 milimetër, domethënë nuk ka pasur, si me thënë, as një lloj trambje, as një lloj reagimi, sikur ta ketë përjetuar për herë të disajt atë sken. Domethënë tjetri desh hangi një plumë koke dhe ti nuk lëvize as 1 milimetër. Vetëm në qoftë se ti ka ndodhur 3-4 herë kjo gjë, ti mund të rish të rush qetësinë, e kupton se ti një got bie në lokale ose kur i makinë frenon. Domethënë të gjitha këto janë të verifikueshme, domethënë Vincent Fushka bashkë me është John Kennedy, që John Kennedy ka qenë shok shumë me Trumpin, po të keni foto, keni video, janë të dokumentuar, kanë qenë shok shumë të ngushtë. Por çfarë thotë? Ja, ky po njëti pra Jimmy që na shkryti për atë John G. Trump, thotë shumë konspiracionist besojnë se John F. Kennedy, Jr., djali i ish presidentit të vrarë, i cili vdiq zyrtarisht në një aksident ajror në vitin 1999, është ende gjallë. Është gjallë. Po pra është Vincent Fushka, thuaj, shife aty, bëj kontrollin kryq. Meqense pas ke informacion Jim, po do të kemi kërkoje. Je pjesë e stafit. Gimi, janë shumë të zgjuar ato që na ndjekin, janë shumë. Po tani ne duhet t'i prekim të gjitha, vëlla, sepse Aleksi na ka fut paranojen, vëlla. Domethënë Aleksi na ka fut. Jo, edhe Aleksi është për tu vlerësuar. Por duhet me parë dhe anën tjetër. Jo, unë e vlerësoj atë pikërisht se e vlerësoj unë prandaj hy në paranoj. Sepse unë atë e besoj. Edhe ne atyre që bëjmë ne çojmë dyshimin, pra zgjojmë dyshimin në kuptimin që të kërkojnë njerëz, nuk të them vazhdimisht, të kërkojnë. Nuk kall datën, njeriu duhet me i dhënë dhe një fije shpresë, valla, se tani ajo që thot Aleksi të vrasin veten. Ata pretendojnë se ai fshihet pas identitetit të Fushkës duke përdorur kapele dhe mjekër si maskim dhe se do të rishfaqet për të ndihmuar Donald Trumpin, thotë. Pra është rishfaq, domethënë, ti thua që është rishfaq. Ai ka qenë në fushatën e parë, ai është gjithmonë, domethënë në fushatë sa herë Donald Trumpi ka fushat gjona, vetëm kur Donald Trumpi merr pushtetin ai zhduket. Një sekond. Po ky rasti doli tani që u bë shumë mediatik kjo, valla, që e pash tani është një që rri pak si me mjekër. Po me mjekër ai është me kapele, po me pashun tani e pash para javë. Fushka, po tani duhet i kuptosh të gjitha. Dhe këta janë pjesë e kjo anonime. Ai rri shumë thjesht vëlla, ai rri shumë thjesht fare, madje rri mes njerëzve me kështu. Sa ti po ai ka kontrollojnë botën, kanë makinën e kohës, shumë zgjuar, ky ka makinën e kohës? Po këta e kanë më përse 4 herë kanë gjujt, 5 herë ka hënë kokës plumin Trumpi, pastaj ja ngin vesh. Se ndoli direkt diçka tjetër për ta konkretizuar dhe për ta bërë më të besueshme këtë gjë. Po si ndodh praktikisht kjo gjë, makina e kohës, e ora e kohës, domethënë që të kthen, nuk e diun si ndodh, si ma thënë edhe tani ka shumë në internet ka shumë të dhëna, për shembull Vatikani ka spekulime për një makinë kohe, po ata vetëm mund të shohin, e kanë një mjet që vetëm shohin, nuk e kanë që mund të shohin evente që kanë ndodhur mbrapa në kohë, nuk shohin dot përpara. Pse këto shohin edhe përpara me këtë makinë kohës, mund ta çojnë para për shkak të ndodhur pas 50 vitesh apo e kthejnë vetëm ata kanë përmirësuar edhe mund ta kthejnë. CERN-i ka vërtetuar domethënë këtë teori. CERN-i është ajo që është në Zvicër që përplasin fotone gjëra ata. CERN-i u fik para një muaji gjys domethënë muajin e kaluar në fillim edhe u fik dhe njerëzit që nga muajin e kaluar dhe këtë muaj po përjetojnë sikur është më gjatë dita, bëjnë më shumë gjëra, ndërkohë që më përpara koha rrithë më shpejt. Ndërkohë që CERN-i ka qenë tërkohës ndezur që krijon një lloj vorbulle, këto tani duhen fizikantë t'i shpjegojnë, ne mund t'i prekim vetëm nga sipër këto tema, po gjithsesi, po që ndodh. Kjo është ideja që Trumpi ka një backup shumë të madh inteligjencën mbrapa dhe teknologji.